Profeti Muhammed, paqja e bekimet e Allahut qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij, ka thënë: ndërmjetësimi im për ummetin tim është për atë që e do ehli bejtin tim dhe ata janë ndjekësit, pasuesit e mi. Hadithi gjendet në Tarikh al-Baghdad, vëllimi 2, faqe 146 dhe në Al-Jami as-Saghir, vëllimi 2, faqja 49. Në një hadith tjetër, profeti Muhammed, paqja e bekimet e Allahut qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij, ka thënë: zbatojeni dashurinë ndaj nesh ehli bejtit, sepse ai që don ta takojë Allahun ditën e ringjalljes dhe që na don ne, hyn në xhennet me ndërmjetësimin ton. Hadithi gjendet në librin Al-Mu'jam al-Awsat, vëllimi 3, faqja 26, hadithi 2251, Majma'u Zawaid, vëllimi 9, faqja 172.